Festë e paharrueshme në shtëpinë e Shkurtës. Sot është një ditë shumë e veçantë për Shkurtë, Goshin dhe Albertin, pasi djali i tyre i vogël, Kruni, feston ditëlindjen. Në shtëpinë e çiftit të njohur, atmosfera është mbushur me gëzim dhe lumturi. Shkurta dhe Alberti kanë organizuar një festë e veçantë për të voglin, e cila është shoqëruar me shumë dashuri dhe buzëqeshje. Pas disa viteve së bashku, ata kanë krijuar një familje të ngushtë dhe të lidhur, dhe ditëlindja e Kronit është një mundësi e shkëlqyer për ta festuar këtë ndjenjë bashkimi. Pamjet e festës së ndara në Instagram nga Shkurta tregojnë një atmosferë shumë pozitive, ku fëmijët shfaqen të lumtur për krah prindërve të tyre. Postimi i Shkurtës përfshin një dedikim emocionues, se le të kuptojmë sa shumë e duan ata djalin e tyre. Urime dhe 100 kron. Uroj që kjo ditë jetë paqe veçantë sa jeti. Kjo thënie reflekton dashurinë e thellë dhe lidhjen e fortë që ata kanë si prindër. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.